Në dirigjimin e Dario Salvit dhe me pjesëmarrjen e sopranos së mirënjohur Besa Lugiqi, Orkestra Filharmonisë së Kosovës mbajti mbrëm një koncert të veçantë për ardashësit e Gjakovës. Koncerti është hapur me veprën Baresha për të vazhduar tutje me interpretimin e veprave të njohura nga kompozitorët shqiptar Regjo Mulliqi dhe Krishnika Liçkaj, si dhe vepra nga kompozitorët botror si Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini dhe Manuel De Falla. Soprania Besa Lugiqi tha se gjithçka shkoi mirë duke vënë theksin edhe te atmosfera. Po mendoj që shkoi shumë mirë, është atmosferë jashtëzakonisht e bukur në Gjakov, gjithmonë është mirë me qenë këtu. Unë ndiva mirë me orkestrin me Filharmoninë e Kosovës, është privilegj me interpretu, kështu që mendoj që publiku e përjetoi njëjtë, sikurse edhe unë, edhe mendoj që përfundoi me sukses gjithë interpretimi. E kur është fjala te publiku në Kosovë, soprania Lugiqi tha se publiku në vendin ton përgjithsisht është një publik i ri dhe është privilegj të interpretohet para tij. Për dallim prej vendeve tjera në Evropë, mundem me plot gojë me thonë që në Kosovë është një publik i ri, relativisht i ri. Edhe kjo e bën shumë jo shpresdhënëse, po mund të them që tashmë është kriju një publik i tillë, sepse është e pamundur, ndoshta edhe për shkak të përqindjes popullatës që tek ne është më shumë rini, por që e bën shumë, kjo është shumë e rëndësishme për zhvillimin e tyre artistik, në zhvillimin e veshit tyre artistik, them. Orkestra Filharmonisë së Kosovës nesër mbrëma në Sofje me 17 maj 2025 nga ora 19 në sallën Bullgaria Hall do të bëjë prezantimin e dytë ndërkombëtar për këtë vit.